يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që I ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Vazhdojmë sonte me komentimin e hadithit që e fillum prom, hadithi ditë në librin 40 hadith të Imam Nevovijut. Dhe kjo hadith flet për Islamin, imanin dhe ihsanin. E prom kështu shkurtimisht e përmendëm hadithin kur thot Omer radiallahu anhu I cili transmeton hadithin, thot ishme një ditë me pejgamberin alayhis salam duke ndëitur me një vend, thot pa pritmas hiri një njeri. Edhe me të ishat bardhëra, me flokë zeza, nuk u shifket tek ai ndonjë shenjë udhëtimit, sepse siç e dimë na për Saharën, na për shëtin këtë hecesh, normal shifet në shenjë udhëtimit, jo plunjë, diçka zhitesh. Thot tesh të bardha, flokët e zeza, thot askush I prej neve nuk e njeh, domethënë nuk ishte ai prej Medinës, as nuk ishte udhëtar, e na dol pa pritmas. Edhe I tha o Muhammed, pra pejgamberi alayhis salam, ata afrohem, u afru te pejgamberi alayhis salam, u ul afër pejgamberit në gojën e tij, afër gojëve të pejgamberit alayhis salam, dhe I tha tregom çka është Islami. Pejgamberi alayhis salam I tha Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe të dëshmosh se Muhamedi është I dërguari I Allahut. Ta falësh namazin, ta xhirosh Ramazan, ta jepësh zakatin, ta krish haxhin një herë në jetë, nëse ke mundësi. Edhe në funi tha sadakte, e tha të vërtetën Muhammed. Tha në u çuditë, muhabetëm, edhe për pyet, edhe për ja vërteton pejgamberi se u përgjigj mirë. Tha më tregoj çka është imani, besimi. Tha besimi është të besojsh Allahun, të besojsh me lajket, librat, pejgamberët, ditën e fundit dhe caktimin e Allahut, se e mira dhe e keqja janë prej Allahut. Prapi tha sadakte, po ja vërteton pra pejgamberit alayhis salam. Pastaj tha më trego Muhammed çka është el ihsan, bamirësia, kulmi I bamirësisë. Thotë adhurosh Allahun sikur që e sheh. Thotë pse ti nuk e sheh, dije se ai ti të sheh. Pastaj tha o Muhammed, më trego për ditën e fundit, për ndodhinë e kiamet kur ka mendu, pejgamberi alayhis salam I tha I pyeturi nuk di më shumë se pyetësi. Pra asë nuk e di, po edhe ti që po pyet nuk e din. Domethënë këtë e din vetëm Allah subhanahu wa taala. Pastaj tha më trego për shenjat, para shenjat e kiametit. Pejgamberi alayhis salam I tha se para shenjat e kiametit është kur robresha të lind zonjën e saj, pra kur një gruaje e cila është robresh e lind vajzën e saj, e vajza bën pastaj zonja e saj. Edhe thot kur të zbathurit, të varfërit, të zhveshurit, thot barit e dieleve bojnë gara në ndërtimin e ndërtesave të larta. Thot këto janë parashenjat e kiametit. Edhe thot pastaj dul ky personi, edhe pejgamberi alayhis salam I tha sahabeve dhe Omerit radiallahu anhu, thot a ditët kush ishte ky? Than Allah dhe pejgamberi e din. Thot ky ishte Xhibrili, për që u mësuar juve fenë e juaj. Pra nëpërmjet këtij pyetjeve, çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani, cilat janë shenjat e kiametit, kjo është e përfshin krejt Islamin. Pra për këtire burojnë, për këtij hadith burojnë gjitha diturit I Islamit. E rëndësia këtij hadithet një dietar Ibn Daqiq al-Eid thot, ky hadith është një hadith madhështor, I cili ka përfshirë të gjitha që shihen dhe që nuk shihen. Pra që shihen veprat, namazi, haxhi, zakati që bëhet me dhënien e pasurisë, këto shihen. Edhe ata që nuk shihen, domethënë besimi. Kur besojnë në Allahun nuk shifat, besimi se është zemër. Besimi në melekët, pejgamberët, librat, ditën e fundit, saktimin e Allahut, këto nuk shihen, janë diçka të mshefta në zemër, është iman, por këtë I thonë iman. Se tash e shohim çka është imani, çka është Islami. Ndash gjuhësisht, ndash fetarisht. Dhe nga ky hadith buroj shkencat e shariatit, sepse ka përfshirë shkencën e sunetit. Sunetin, pra thonjët fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë dietar të Islam ka thonë,
për këtë hadith se është ummu sunna, nona e sunnetit. Thoj sikur që është el-Fatiha ummul Kur'an, nona e Kur'anit, me përthi bukfalje se fjala këto non, do të thonë baza. El-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, sura el-Fatiha është nona e Kur'anit, baza e Kur'anit. Pse? Se sikur ta lexojmë pasaj Kur'anin mas el-Fatiha këtë surët, të gjitha i përmban el-Fatiha. Tash na kur të lexojmë ajetë el-Fatiha, dikush mund të thonë po këto po flitet për gjithçka në detaje, jo. Ama bazën e kanë këtë el-Fatiha. Se fletaj për besimin në Allah, për besimin në ditën e gjykimit, për të gjitha këto, për besimin në librat, gjitha këto i ka el-Fatiha kur ta zbërthejmë kuptimin e surës el-Fatiha. E për këtë thënë dietar, sikur që është sura el-Fatiha baza e Kuranit, edhe çka hadith, për të cilin jemi të komentu, është baza e sunetit të pejgamberit alayhis salam. Kuptimi i hadithit dhe udhëzimet e tij. Një prej mësimeve apo udhëzimeve të hadithit është se zbukurimi i rrobave dhe pamjes së jashtme. Muslimani duhet të jetë i pastër në veshjen e tij, në trupin e tij, në shtëpinë e tij, në xhaminë e tij, në rrugë, kudo që është muslimani, se pejgamberi alayhis salam thotë, imani është 70 disa deg. Dega më e lartë është la ilaha illallah. Besimi imani është 70 disa deg. Më e lartë është la ilaha illallah. Më ulta është ta largosh një pengesë nga rruga që ju pengon muslimanëve, që ju pengon njerëzve. Nëse një guri, qoftë një guri i vogël e shen në rrugë, edhe ti mendon thotë nëse kalon diku shenjë, po thojna me kerr mund me shkel edhe na ke pa donar. Ku shkel diçka me kerr edhe gjunsi si plumb shkon. Edhe thëna na i drejtara, i mshon dikujna. Edhe ti ta merr me një se mund me ndodh shkidam e merr e largon. Ki është problem. Një gosh, një diçka, gjithçka që mund që pengon njerëz në rrugë, me largon është pjesë e imanit. Dhe me thonë, ki është problem të Allah subhanu wa ta'ala. E imani ka 73 deg. Me lartë është la ilaha illallah, paket nuk pranuk të poshtë. Nëse nuk beson në la ilaha illallah, pra të besosh në Allah, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet, përveç Allah, këto të poshtë me bon, çka me bon shpërblime s'kija. Pse? Se te veprën e mirë kur e ban, për kanë e ban? Ose kush të shpërblen për atë veprën të mirë? Allahu apo? Ti duhesh me besu njëra Allahun, pastaj kur të bësh punë të mira, shpërblesh për punë të mira. Sepse një jo musliman që nuk e beson Allahun, ai me bon çka me bon mirë nuk ka shpërblime. Në këtë botë i jep Allahu të mira, a në botën e ardhshme kur shkohet te peshorja, nuk ka asnjë punë të mirë. Këtë thot Allah, këtë thot pejgamberi alayhis salam, se shpesh njerëz na akuzojnë, hoxha po s'jeni ju që i dani njerëzit për xhenet e për xhehenem. Nuk jeni ju që na tregoni kush ka bën mirë, kush nuk ka bën mirë. Jo, na tregojmë atë që thot Allahu dhe që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për mu të pranuar një punë e mirë, do të thonë me pa shpërblim, e largon një pengesë në prej rrugës, por mu shpërblim për këtë vepër, kush të shpërblen? Allahu. E duhesh me besu Allahun. E nëse nuk e beson Allahun dhe ke bën këtë vepër të mirë, nuk ke shpërblim. Në botën e ardhshme nuk jemi gjithë këtë shpërblimin e kësaj vepre që e ke bën. Po ndoshta edhe dikush që fal namaz, namaz, nuk e beson Allahun, ç'është, ka xahil, ignorant, nuk beson Allahun, ama që thonë kishte po falet. S'ki shpërblim atë. Më shpesh e tregojnë këtë rastin e një kushërinjë të Aishës radhiyallahu anha. Ebu Bekri ka pas djalë vllaj, domethënë kushërinji i Aishës, gruaja e pejgamberit alayhis salam, thotë pejgamberi Allahut. Ai kushërinja thotë akon shumë dërdhanës. A me të vërtet, historikisht mend shkruajnë për libra se ka dhënë shumë akon dërdhanës, saqë aq shumë sa akon dërdhanës para shtëpisë së tij i ka vënë për shembull hurma, qumsht, ujë, diçka di, kalimtar kur të kalojnë, nëse ka nevojë për hurma, për ujë, për diçka me mor pjatë me hongër dhe me pi. Plus asaj që ka dhënë me dorën e vet, që ka shpërndar. Shumë akon dërdhanës. Aisha radhiyallahu anha thotë o pejgamber Allah, a i bën këtë dobi në botën e ardhshme? Thotë ja Aisha. Pse? Thotë se asnjëherë në jetën ti nuk ka thonë Rabbi ighfirli khati'ati yawm ad-din. O Zot, fal mi gabimet ditën e gjykimit. Do të thotë që nuk ka besuar ditën e gjykimit. E një prej këtij 6 kushte që përmenden këtë hadith që është besimi në Allahun, ku të mrinë të pesë është besimi në ditën e fundit. Domethënë ka ditë fundit, ka ringjallje, ka llogari, ka xhenet dhe ka xhehenem. E ka pasin Abdullah, Abdullah nuk ka besuar ditën e gjykimit. E për çat nuk i bën dobi krejt ato të mire që i ka bën, që ka dhënë dërdhanë se krejt, nuk i bën dobi kur gjon ditën e gjykimit.
Po thot pejgamberi alayhis salam. Edhe Allah thot men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Kush bën mirë, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar. Pra kush jam me qenë besimtar për më të pranuar punët e mira. E për këtë, ki hadith e pejgamberit alayhis salam na tregon për mësim që nxjerrmi nga pamja Xhibrit alayhis salam që ishte prezant atë, zbukurimi i rrobave dhe pamjes së jashtme. Besimtar duhet me qenë i bukur në veshje, në trup, në shtëpi dhe në gjitha vendet ku të jetë muslimoni aty duhet me pas pastërti. Por kjo nuk kupton se nëse nuk është i pastër, hiç që këtina se sa është besimtar, jo. Kjo nuk e anulon, nuk e mohon besimin e tina, por nuk është pamje e mirë e një besimtarit. Në veshje, në neje, në kerr, në shtëpi, kudo që janë, me qenë i pastër sepse kjo është porosia e pejgamberit alayhis salam dhe sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ai ka jetuar në shkretim për shemb në Mekë, pastaj në Medinë, po njëri më të pastër se pejgamberi alayhis salam, bilet sahabët tregojnë thonë kur kalosh me ndonjë rrugë e dishme se Muhamedi alayhis salam ka kalu këto. Po si e di që nga era e mirë. Përveç parfumit që i kanë ndonjë parfum, misk, diçka, ai vet trupi i tij, pamja e tij, prej trupit të tij ka dalë erë e mirë. Tregoi sahabët një prej gratë të pejgamberit alayhis salam, thotë një ditë ndodhi pejgamberi alayhis salam shtëpinë time, e kizon xhumi, thotë më tregon, kjo akon jashtë shtëpisë. I tregoi dikush se Muhamedi është te shtëpia jote, ashtu flet. Edhe shkon kjo gruaja pejgamberit alayhis salam, e sheh pejgamberin alayhis salam kanë filluar njerëzit më dal prej trupit. Edhe çka bën, e merr një lloj pamuke, edhe jam mbledh njerëz pejgamberit alayhis salam, edhe i shtrydh te misk, te parfumi që ka pas misk. Edhe pejgamberi alayhis salam i del xhumi, shef, thotë çka i të bë? Thotë pejgamberi Allahut i mur me njerëzit e tuaj, çesmi këton te miski, e miski që shtohet era më shumë. Miski, na mori shembull se era misk pivik, ja? Serën e mirë ka. E thot gruaja pejgamberit alayhis salam, o pejgamberi Allahut, njerëzit e tua pi marr pi shtrydhi këtone në misk që misku që shtohet era. Tash normal nasi pejgamberi alayhis salam s'u bëm edhe s'ka shans më bon si ai, por e kemi praktikën e tij, e kemi sunetin e tij, e kemi porositë e tij që muslimon duhet të jetë i pastër në rrugë, në shtëpi, kudo që është, muslimon duhet të jetë i qetë, kudo që është në rrugë, mos ndal thot në rrugë me ju pengu kalimtarëve, nëse japja hakin thot rrugës. Thot në rrugë nuk është mirë me net, po thot nëse rrin në rrugë, që pa qetër ki me net, ka dalë punë, duhesh me net në rrugë, thot japja hakin rrugës. E çka është hakin me dhon rrugës? Mos i pengo kalimtarëve. Mos ndal me distretarët aty vjen një plak në shtamin ai kulis të priti 5 minuta se ti i habin telefonin cigare muhabet me një shok e shkrejt prit aty ti i pengon asajna. Do thonë si ti allon hakin në rrugës. Nëse të pi dikush, më falni ku është migruese, ku është dini çtore, nështë migruese në kështone e që kanë dotria, kemi pa ndonjëherë. Për hajgare, cila to është migruese, me çuat shkrejt mi bën 2 kilometra me kërku migruesin. Nuk i takon një muslimon këtë me bë. Muslimon duhet që japë hakin në rrugës, që japë hakin në veshmbathjes, që japë hakin në vendit ku rri, ku banon, ku jeton. Se këto janë porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë mësime që duhet çdo musliman të dije, edhe shumë pak flasmi na për këto. Se donjëherë nga pamja një musliman të mirë, në veshmbathje, neje, në sjelljet e tij, ka pas raste gjatë historisë njerëz që kanë pranuar Islamin veç shkaki i sjelljes të tij. Hiç pa i fol për Islam, hiç pa i thonë beso Allahun, beso pejgamberin, Islami ka namaz e obligim me kështu. Hiç pa i fol. Veç në pamje që ka pasë prej këtij trupit atë dal një lloj nuri, një lloj drite. E çka kjo dritë? Pse i del ti ki nur? E ka kuptuar se janë besimtar, është besimtar i sinqert. E sot për fat të keq na shumë prej muslimanë sot e kemi jo prej pamjes, por prej fjalëve tona largon hikin. Pse se sjellën që kemi, moralin që kemi, pse se nuk e morëm me shembulltin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A thot pejgamberi alayhis salam, buzëqeshja, vetëm ju buzëqesh dikuj, nuk të kushton kur gjë, an sadak, lëmosh. E shaj një musliman selam aleikum një buzëqeshje, kështu jo buzëqeshje fallc. Buzëqeshje për me gjithë zemrën me Allah, aty i deporton zemrën edhe me çat buzëqeshje fiton shpërblimet e Allahut. E këtë qëto mësime nësi i kena anashkalu, i kena la anësh, ose nuk i dina, ose i dina, po tash jemi të jetu në Evropë, pak duhet më murë me sjellje tjera.
Se çfarë e keqja nëse muslimani buzëqeshet me dikan? S'ka lidhje kjo me Arabien, me shqiptarinë, me Evropën. Çka nëse një musliman nuk e zgat dorën me vjedh dikon? Çka ka lidhje kjo me Arabien, me shqiptarinë, me Evropën? Me vjedh nuk bën kurrë, as në Arabi, as në Evropë, as në Shqiptari, as kurrë hiç. Ata që na akuzojnë pse po bëni tradita të arabëve këto të në shqiptarët apo këto në Evropë. Çka ka lidhje e tradit? Nuk është tradita ajo. A sjellje mirë, mos me rrejt, mos me vjedh, mos me tradhtu, mos me bën dallavera, mos sjell mirë me njerëzit, me dhon hakin rrugës, me dhon hakin koqishis, me dhon hakin mysafir, si thotë me dhon hakin e vet. Çdo ku jepja hakin e vet që i takon. E kjo s'ka lidhje me tradita e arabëve këtu, kjo është islam. Kjo është fej, me të cilin ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe me këtë na ka porosit. E ka të flitet shumë për këtë. Të vazhdojmë nëse promë inshallah me se çka është Islami, çka është imani, e çka është el ihsan, e cilët janë shenjat e kiametit, inshallah do nota se promë tham. Për këtë hadith me dash, këtë muajin e Ramazanit e kalojna me këtë hadith. Edhe ndoshta sunë krina, mësime që i ka. Se na shkurt, mujna me i ra shkurt, ka thonë pejgamberi alayhis salam, kjo është Islami, kjo është imani dhe ukri. A me nxjerr mësime prej fjalës të pejgamberit alayhis salam. Ai ka thonë një fjalë ndonjëherë. Këshill më të shkurt nuk gjon kurkon dunjë se sa një këshill e pejgamberit alayhis salam, kur një sahabi tha, ja Rasulullah, ausini, më këshillo. Në kush pejgamberi alayhis salam, bismillahirrahmanirrahim, gjithë surë mi majt ligjëratat e tij. Një fjalë vetëm ja tha, la taghdab, mos u hidhëro. Mos u bën nervoz. Një fjalë, ai prapë tha, më këshillo pejgamberi Allah, se atë ju duk se thjesht me lehtë një fjalë, mos u hidhëro. Pra pejgamberi alayhis salam i tha, la taghdab, mos u hidhëro. Pastaj tha, o pejgamberi Allah, më këshillo, tha la taghdab. E tash kur ta mish këtë fjalë la taghdab, mos u hidhëro, ta zbërthejsh mirë me qindra të mira xhanta. Mos u hidhëro, se për një hidhërim mund me çu gruin. Mos u hidhëro, se për një hidhërim mund me mit koqishim, se ta ka zonë parkingën. Mos u hidhëro, se peç asaj nervoze mund me mit fëmijën tan. Nervozia nit më shumë se në mot, atë më shumën edhe mit. Mos u hidhëro, se me hidhërimin bën se bebe hu pasurinë tonë. Çka mos me nxjerr për këtina. Për një këshill vol, la taghdab. Në xhallar dëna disa të folmin. Ajo me dënë këshill shton bash mirë xhamati më kthjellu pa ka ne bojna se ne bojna. E pejgamberi alayhis salam me një fjalë la taghdab mos u hidhëro. Por këshillat i ka qenë prej zemre, ku ka dalë prej zemre ka hinë në zemër. E këshillat tona nëse janë vetëm prej këto mojës gjuhës, kanë me hinë veç në gjatë, ndalin të i majti, edhe hoxha na ka knonë sonte ligjërata këshilla, ama ku janë praktika? Ku janë praktika se janë në shtëpi e hoxha sonte i bën nuk kanë të i praktiku, e të xhamate i shumë rrap. E do të jemi shembull na si çoj prej vetvete, ku thomë një këshill, unë ta praktikoj atë këshillën se më lehtë pranohet. Tanti kur t'ia thuish te shtëpia nonës, babës, gruajt çat këshill, e aty duhesh ta bësh çat këshillën që më lehtë të shitet fjala jote. E pejgamberi alayhis salam ka qenë në praktik edhe në fjalë i njëjti. Aq që e ka thonë edhe e ka bën. Ose njëra e ka bën, tëna ja ka thonë tjerë. Allahu xhallahu shan thon Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O ju të cilët keni besuar, pse thoni atë të cilët nuk e veproni? Thotë kjo është shumë e urrëtir te Allahu, ta thosh atë të cilët nuk e bante. Qet mi këshillu, mi kritiku, mi bën çmos, a vet kurkosi i kieti ato. E më mira, më lehta por ta pranoj njerëzit, ti duhesh njerëz ta kishin praktik e pastaj ti këshillosh tjerë. Baba kokër shpinës pse gjallë, çu shko bëhet te xhamia, pse shkon në xhami? A baba kokër shpinës, apo mendon se ka me ta morat këshilla? Qote, bismillah me shkun xhamit, vjen edhe fëmia mas të i shkon te xhamia. Elusim Allah subhanahu wa taala që këtë ditë Ramazanit na i pranon lutjet tona, namazet tona dhe çdo vepër të mirë që e bëjmë për Allah subhanahu wa taala, ditët e mëshirës po kalojnë. Sot e 9 ditë është. Ë? A ke 9 sot? U kritë më thonë 9, nesër 10. Nesër dita e fundit të ditëve të mëshirës së Ramazanit, mas nesër fillojnë ditët e faljes. Edhe ato i kanë 10 ditë, në fund janë 10 ditët e shpëtimit nga zjarri i xhenemit. E nëse nuk i shfrytëzojnë ashtu dita kalojnë e inshallah nuk jemi në grupin aty që për të cilin thot pejgamberi alayhis salam, i mira i cili arrit Ramazanin, kalon Ramazanin e Ramazani nuk bëhet sebeb shkak për mi fal atij gabime. Domethënë hit dikush Ramazan, çish akon me 28-ën, 29-ën shkurt, del me të parin prill i njëjti. Çish akon me 29-ën me të parin prill i njëjti. Domethënë hini Ramazan, dol Ramazan kur gjë nuk ndryshoj. Inshallah nuk jemi prej tyre, inshallah ndryshojmë bile ndonjë cilësi, ndonjë sjellje gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit dhe në fund e lutim Allahun për të dalin prej kësaj bote
të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.